Misteri I vëllezërve frashëri. Kush nga ju ka dëgjuar për misterin e vëllezërve frashëri? Pra, se si ikën ata nga kjo jetë. Po flasim për Abdul Frashërin, Sami Frashërin dhe Naim Frashërin. Ndiqeni me vëmendje dhe do kuptoni shumë gjëra. Kush është rastisht, nëse është e mundur, do t'ju lutesha t'i bëni like faqes, si të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë dhe faleminderit të gjithëve që jemi përbashkë dhe diskutojmë. Në 1 qershor të vitit 1839 lindi Abdul Frashëri. Abdul Frashëri ishte ai që dha shkëndijën e lëvizjes së Prizrenit vitit 1878. Dhe ishte nismëtari I gjuhës shqipe dhe nismëtari I themeleve të gjithë literaturës shqiptare, le të themi. Ai le të themi që duke patur një gërvishtje të madhe me Perandorinë Osmane, e dënuan me vdekje fillimisht, pastaj me burgim të përjetshëm. Dhe aty nga pas 3 vitësh, pastaj e liruan, por në 22 tetor të vitit 1892, 22 tetor që ishte gëvijej nata e datës 23 tetor, ai vdiq ditën e shtunë. Dhe vdiq për afërsisht 54 vjeç. Nuk I kishte mbushur ende 54. Por çudia erdhi më vonë me Naim Frashërin, sepse edhe vëllezërit Naim Frashëri dhe Sami Frashëri kishin kuptuar që diçka e çuditshme e kishte shkaktuar vdekjen e Abdylit. Në fakt, Abdyl Frashëri vdiq nga një sëmundje e rëndë, në moshën 53, pothuaj 54 vjeçare. Naimi kishte lindur në datën 25 maj të vitit 1846. Dhe çuditërisht, Naimi vdiq më 20 tetor të vitit 1900 dhe vdiq pikërisht ditën e shtunë dhe ishte 54 vjeç. Dhe edhe ky vdiq nga një sëmundje e rëndë. Po. Dhe për ata që nuk e din, për këto imagjinatat e sëmundjeve të rënda, ishin që nga kohrat e lashta. Bile do t'ju tregoj, përpara se të them historinë e Samiut, do t'ju tregoj një histori që më ka mbetur në kujtesë. E kam thënë njerë këtë, por doja që t'ja u thoshja, kam telefonin nën karikim dhe shpresoj që drita mos t'fiket, sepse ka probleme fishi. Dhe po thoshja që kur isha I ftuar në emisionet e Mauricio Costanzos, më ka bërë përshtypje këtu në Itali, më ka bërë përshtypje një princ afrikan. Ky zotëria thoshte që kur ishte I vogël, babai I tij I jepte helmin më të fuqishëm që ishte në ato zona. Dhe e rriste dozën dal nga dal. Në fillim I jepte pak, kur ishte I vogël, që fëmijë. Pastaj jepte më shumë, pastaj më shumë, derisa arriti që ai me një lug hante që mund të vdiste 10 veta në sekond, ai hante një lug me helm dhe nuk e gjente gjë, sepse kishin kaluar vite dhe trupi kishte krijuar imunitet. Por një gjë më bëri përshtypje, sepse I ati tij I kishte thënë që ekzistojnë me qindra gjëra, barna apo gjëra të tjera, që t'i hedhin në për ushqime dhe të vdesin, me fjalë të bëjnë që të vdesësh. Pra ekzistonin që nga kohrat e lashta, çdo lloj helmi. Tani ne e dim këtë, por unë doja t'ju thoshja që ka patur edhe helme që të vrasin dal nga dal. Dhe unë do t'ju tregoj tani historinë e Samiut. Sepse Samiu shpesher fliste me familjarët, por kryesisht me të motrën e tij. Dhe thoshte, unë e di, sepse nuk e ndjej veten mirë, unë e di që do vdes. Dhe në një fjalë, atëre nuk kishte si do t'i bënte analizat, çfarë analizash do të bënte nga vitet 900. Dhe po thoshja që ishte e çuditshme sepse ai kishte kuptuar që diçka I kishin bërë. Dhe I tha të motrës një mbrëmje. I tha, unë e dita që do vdesta, por e dita dhe që do vdes ditën e shtunë, sepse edhe vëllezërit e mi kanë vdekur ditën e shtunë. Çuditërisht,
pra një çudi. E megjithatë, ai kishte lindur në 1 qershor të vitit 1850, pra Sami Frashëri, dhe vdiq në poni qershor të vitit 1904. Dhe vdiq ditën e shtunë, dhe po ky 54 vjeç. Dhe po ky thuhet që vdiq nga një sëmundje e rëndë. Tani, nuk ka mundësi që të 3 vëllezërit të vdesin nga një sëmundje e rëndë pa e ditur se çfarë sëmundje ishte. Ose e zëm sikur të ishte gjenetike, por drejt që e mori fiks në moshën 54 vjeç, të 3, dhe që të 3 këta, pikërisht sepse ishin ata që luftonin për gjuhën shqipe, luftonin që të mbanin ndezur flakadanët e shqiptarëve. Bile do t'ju them, për vite me radhë, për ata që admirojnë turqit edhe gjuhën turke edhe gjithë Turqinë, duhet të dini që ashtu si s'bën edhe popujt e tjerë që pushtuan trojët shqiptare, bëri edhe Turqia. Turqia nuk nëjti pak vite, dhe duke sa më shumë rri dhe aq më shumë si është punë e ujit. Sa më shumë rri uji dhe aq më tepër qelbet. Pra e njëjta gjë, duke ndëjtur për vite me radhë otomanët, ata bën të pamundurën që mos të kultivohej gjua shqipe, sepse për ta gjua shqipe do të ndryshonte shumë gjëra. Njerëzit do të zgjoheshin, do bëheshin më të ditur, do kuptonin se kush ishin, dhe për më tepër nuk do të ishin të sunduar. Pra, populli shqiptar nga otomanët jo vetëm që u sundua, por edhe u degradua në maksimum, në ignorancë, në varfëri, në çfarë të doni ju. Kur nuk e ka ndihmuar turku shqiptarin? Kur? Pse do ta ndihmonte? Për çfarë arsye? Tani, normal që del Erdogani kohët e fundit dhe thotë që ne duam, janë vëllezërit tanë. Normal, janë vëllezër sepse ata jo vetëm që varfëruan popullin, morën çfarë deshën, por edhe e degraduan deri në maksimum duke edhe e përdhunuar. Kështu që nga përdhunimet, normal që doli një racë le të themi e miksuar. Pra, si bën dhe të gjithë popujt e tjerë, nuk është se nuk e bëjnë dhe të tjerët, por ajo që më bën përshtypje që pse duhet admiruar një vend apo një tjetër. Nuk ka pse admirohet, sepse nëse vjen dikush në shtëpinë tënde, në këtë rast në truallin tënd në Shqipëri, vjen për veten e tij, vjen për të bërë diçka për veten e tij, për të vjedhur, për të plaçkitur, për të përdhunuar. Pra nuk është se të do të mirën, dhe kur nuk do ta doj të mirën, sepse nuk je i tij. Edhe si kur të ka përdhunuar dhe ka një bastard apo fëmijë të tjerë, janë gjithmonë bastard, nuk janë fëmijët e tij. Pra, përsëris edhe një herë që kohët e fundit, duke filluar që nga vitet 900 e këtej, të gjitha vendet, por Turqia kryesisht luftoi në mënyrë shumë të nëndeshme për të mbajtur nën kontroll gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët, qoftë në mendje, qoftë edhe në besime apo çfarë të doni ju, sepse kjo bëri që të ndryshoj mendimin gjithë shqiptaria për sa i përket pushtuesve, dhe në këtë rast otomanëve. Pra asgjë nuk vendosën shqiptarët pa lejen e tyre, dakord deri këtu, por ata bën të pamundurën që edhe pse kërkonin që gjoja mendjendriturit, si për shembull vëllezërit Frashëri, të ishin ata që gjoja i ndihmonte, që ndihmonin popullin e tyre, pra Shqipërinë në këtë rast, dhe këta nga një anë dukeshin sikur të ishin të tillë, por nga ana tjetër bënin të pamundurën që mos të as gjua mos të kultivohej, por as njerëz të ndritur mos të zgjoheshin. Dhe e përsëris edhe një herë, ndoshta kjo është edhe një rastësi, që të 3 vëllezërit vdiqën në mënyrë
misterioze nga një sëmundje e rëndë. Nuk e di, por është shumë çudi që të tre vëllezërit, që të tre në moshën 54 vjeçare, dhe që të tre me sëmundje të rëndë, dhe që të tre këta luftuan për gjuhën shqipe dhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kështu që unë do të dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë argument? Pra, juve, a ju ngacmon kjo ide që është pak e çuditshme, që pse pikërisht këta tre vëllezër që luftonin për gjuhën shqipe të kenë humbur jetën në mënyrë kaq të mistershme. Mua personalisht më ka bërë përshtypje. Kështu që unë po pres komentet tuaja dhe do dëshiroja që ta diskutonim. Çfarë mendimi keni ju? Dhe çfarë mendimi keni për ato që ju thash, për sa i përket pushtuesve që kanë kaluar dhe kanë shkelur mbi Shqipëri me mira herë. Të gjithë, nuk po flas për vetëm një, por të gjithë. Çfarë mendimi keni? Dhe përsëris edhe një herë, kush më shumë dhe kush më pak, të gjithë dëmtuan, që të gjithë. Kështu që pres komentet tuaja dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Okej, natën e mirë.